Si e mori vesh babai? Si ra babai në gjurmët e tua? Si e mori vesh ekzistencën tënde? Babai ime ka ditur gjithmonë si një fëmijë të dështuar. Po nga informacionet që kishin ardhur nga komshi, e kishin vendosur në dyshim sidomos këtë vit, pra se rreth një vit ka që unë kam gjetur babain, e kishin vendosur në dyshim që mendojmë që ti ke një fëmijë, po jo që mashkull apo vajzë në këtë rast, apo e ke një fëmijë dhe mendojmë që e ke gjallë, nuk ka dështuar. Edhe babai im ka filluar kërkimet në këtë rast, ka folur me maman tim dhe ka kërkuar që nëse është e vërtet ta tregoj. Dhe më pas, duke qenë se ka qenë më e lirshme, mamaja edhe ka menduar si një breng që ndoshta nuk do ta mbante më dhe ja ka treguar babait tim. Faktikisht ai moment ka qenë një çik shok për babain tim, shok emocional normalisht. Për treguar pak edhe pjesën e braktisjes, duhet shfaqsuar edhe nënën në këtë drejtim praktikisht për historinë që mama ka treguar. Faktikisht ndodhja ka qenë kështu. Babai im ka qenë i detyruar për të marrë vizën amerikane. Dhe për të marrë vizën amerikane, normalisht duke qenë se nuk ka qenë një konsul, nuk ka pas ambasadë, këtë rast që kemi ambasadë amerikane në Shqipëri, ambasada amerikane më afër ka qenë në Greqi. Dhe babai im është detyruar që të largohej për në Greqi dhe që të merrte vizën amerikane dhe që të shkelte shtetin amerikan. Dhe kjo ka qenë një periudhë tranzitore 6 mujore. Gjatë marrëdhënies që ka pasur me mamën tim, që ka qenë një histori, nuk kanë qenë të martuar, por ka qenë një histori filtre, dashurie, mund ta thuash. Gjatë kohës që ka lëvizur nuk ka pasur mjete komunikimi. Për të komunikuar? Për të komunikuar që unë do të thënë ja ka shprehur që unë po largohem, po të kthehem, por nuk ka përcaktuar kohën. Dhe duke mos përcaktuar kohën, mamaja ime ka menduar që babai ime po e braktis në këtë rast. Dhe mamaja ime ka filluar një histori me një person tjetër. Dhe më pas, duke menduar që babai ime ka braktisur, ka menduar që të më braktis për shkak vetë opinionit që mund të kishte në familje. Sepse ka qenë shumë i izoluar si gjë, do thënë për kuptohet edhe ato vitet në të cilat ka jetuar Shqipëria. Dhe kur shkthyer babai më pas i ka thënë që fëmijën e kemi dështuar dhe babai ka filluar edhe vetë me mendimin që okay, nuk kam lënë gjë pas në përveç vëllezërit e vet dhe nënës vet normalisht, por nuk kam lënë gjë pas në Shqipëri. Dhe kjo ka qenë ai momenti i keq kuptimit të mos rakordimit, sepse thash edhe një herë, domethënë me mundësitë që ka pasur babai edhe familja biologjike ime, do të thënë nuk ishan kushte për të jetuar në jetimore. Por janë disa gjëra të fatit që nuk i ndryshon dot. Flitet për një nga familjet më të pasura të Tiranës të atyre viteve dhe praktikisht ishte janë një nga familjet më të mira dhe ajo që unë ndjej shumë si ngrohtësi, ajo që unë ndjej më shumë si ngrohtësi është që në momentin që ne u rezultuam baba e birë edhe sepse ne nënshkruam një ADN-je për shkak të sigurisë. Si ka qenë momenti i parë që ke përqafuar babain pas 34 vitesh, Alfred? Babai më thënë drejt do të tregoj një moment tjetër, që ai më ka lënë, ai moment unë kam kuptuar që ky është babai. Pa e kuptuar fare, ne lam një takim në një lokalet në qendër. Babai jot kishte 1 muaj që të vëzhgonte përpara institucionit që ti punoje. Po, kishte vëzhgonte, kishte ardhur nga Amerika, kishte ardhur nga Amerika, vëzhgonte, monitoronte të gjithë lëvizjet e tua. Më ka shkruar, ma ka shprehur si mesazhi, Alfred. Po, do të thonë që dua të njoh, do të thonë 34 vite sepse babai duke qenë se ka jetuar shumë në Amerikë, ka shumë të vështirë artikulimin në shqip në të shkruar, edhe më tha që dua të njoh për 34 vite dhe unë mendova, po prit më, mund 0 vjeç para 34 vite do të njohësh dhe mendova mos ishte nga këta që nuk shkruajnë edhe qartë, një shaka, mund me realisht kështu e kam menduar. Dhe më pas unë e kuptova vetë pastaj. Dole nga institucioni dhe shkove tek bari ku ishte ai. Po, jo, ai ishte në parë momentin e xhaxhait, do të thon, por ajo që dua të them unë kur momenti që ka ardhur kur ne lam, do të thon babai vjen bashkë me 2 vëllezërve, pra me 2 xhajat e mi. Edhe në momentin që unë nuk e dija se ku po vinte, në çfarë drejtimi rruge, aty ka qenë një moment që për mua ka shënuar se ADN-n e kemi më mbrapa, po ka shënuar procesin më të ndryshëm që unë kam thënë që po ky është babai. Sepse Arvi, djali im, në mënyrë të pajistë shkoi drejt babait tim. Dhe shkoi në këmbët e babait tim. Lidhja e gjakut.
Dhe aty unë kuptova, do të thonë unë nuk e njoha nga larg, do të thonë im birë që se kisha parë një herë, shkoj me një herë. Faktu, atë nën kohë e keni bërë se me babain keni gjashmëri të jashtëzakonshme, kështu që keni harxuar para të kot për atë nën. Jemi të gjithë familje, këtu jemi me Buxhanakun edhe me Kurnatën, Vjeri, edhe mami, edhe babi, do. Bashorte besoj s'ka, është Keni gjashmëri të jashtëzakonshme me babain. Edhe kur jemi takuar. Ju urojmë lumturi të gjithë familjes në fakt. Kur jemi takuar, ka qenë moment shumë prekës.